inspiron, na kontrollon, po dhe na vendos në standarde siç duhet, për atë që quhet energjia e kërkimit shkencor, sepse pa projekte dhe mbështetjen financiare që bëjnë, është si punë e limfës që jep fuqi gjakut për të, ose dikur t'i referojmë pak filozofisë, Hegel i thoshte, që pastaj mori dhe Marxi dhe tjerë, thoshte që pa barkun, me barkun bosh nuk vetë shkencë. Do me thënë, pa mbështetje financiare, ne të falenderojmë dhe unë kam një kujtim të parë, kur sa ishte krijuar drejtoria e projekteve këtu, dhe ne nuk kishim ende në një projekt. Ti ndoshta s'të kujtohet, ishim bëj një konferencë dhe na tha dhe ju të Akademi Shkencave, thot mirë, po sa ishim këtu, tha, duhet lëvizni për të aplikuar për projekte, tha se jeni dobët ta. S'merdi mirë atëre, po tani më pas e shikojnë që vërtet gjërat, besoj të do t'ua fjalën tënde, po shumë akademias për vitin 2023 ka 12 projekte, po ashtu për 2024 në 12 projekte, nga Akshi po ashtu 12 të tjera 9+3 që janë, dhe 14 po ashtu nga Akshi në vitin 2023, edhe në vitin 2024 po kështu. Pra, duke që kemi një lëvizje, por që mendojmë që duhet kemi akoma më tepër, si një mbështetje fuqishme për zhvillimin e kërkimit shkencor. Më lejoni me këtë rast, unë të prezantoj, besoj është e njohur zonjën Mirela Muça, si drejtore e AKSH-s, për të na thënë diçka në mënyrë më të specifikuar dhe më me interes për ne, si akademi dhe kërkuesit në tërësi, për rezultate e kërkimit shkencor të arritura me projekte kombëtare për kërkimin dhe zhvillimin. Janë edhe disa çështje të tjera, por që në fakt nuk janë të fushës specifike, për të folur në mënyrë specifike ne, kështu që ne do të dëgjojmë drejtoreshën për të na bërë këtë prezantim që për ne është shumë i nevojshëm, po edhe për çdo studiues që merret me kërkimin shkencor për ta pasur në konsiderat. Të faleminderit shumë për pranimin. Ju falenderoj unë juve, i nderuar zoti kryetar, të nderuar antar të Akademisë të Shkencave, koleg. Në fakt jam gjithmonë e nderuar kur vi përpara jush për të folur sigurisht për ecurinë e kërkimit shkencor dhe se si Agjencia Kombëtare për Kërkim Shkencor dhe Inovacion mundohet që të ndjeki standardet më të mira në fakt europiane të kërkimit dhe të vendosi disa standarde edhe për kërkimin shkencor në mënyrë që të bëhet i krahasueshëm me atë të zonës europiane të kërkimit. Në fakt është e vërtet, por nuk është shumë larg koha kur ju e keni themeluar, akademia e ka themeluar zyrën e projekteve, dhe sot akademia është institucioni që ka një numrin më të madh projekteve në fakt të kërkimit shkencor, krahasuar edhe me universitetet mëdha, siç është Universiteti i Tiranës ose Universiteti Politeknik ose Universiteti Bujqësor, të cilët kanë pasur, le të themi, numrin më të madh projekteve. Por ajo që duhet themi të gjithë tani është ne numrat i kemi arritur, në fakt, numrat e projekteve të cilat financohen nga Agjencia Kombëtare për Kërkim Shkencor vinë gjithmonë duke u rritur. Ne kemi pasur 2 vite më përpara 27 projekte të kërkim zhvillimit. Në vitin pasardhës kemi pasur rreth 90 projekte të kërkim zhvillimit. Sot që flasim kemi në tavolinë rreth 160 projekt propozime në fushën e projekteve të programit të kërkim zhvillimit, kështu që numri projekteve ka ardhur duke u rritur. Ajo për cilën ne duhet luftojmë dhe duhet punojmë tani është cilësia e projektit, në fakt, cilësia e projekteve në përgjithësi. Gjatë kësaj periudhe që unë kam pasur pozicionin e drejtorit të Agjencisë Kombëtare për Kërkim Shkencor, në fakt kemi parë lëvizje të jashtëzakonshme dhe kjo
për merit sigurisht të institucioneve kërkimore, por njëkohësisht edhe për merit të qeverisë që e ka vënë në fokus dhe e ka vlerësuar që kërkimi shkencor duhet marrë një vëmendje të veçantë, veçanërisht financimi i kërkimit shkencor duhet jetë një zë i rëndësishëm në të gjithë buxhetin e arsimit lartë dhe të kërkimit shkencor. Dhe unë e them me krenari që fondet e kërkimit shkencor që nga viti 2018, që është dhe viti i paktit për universitetin, që është një, le të themi, një pikë these për kërkimin shkencor, edhe për arsimin e lartë, por sidomos për kërkimin shkencor, fondet kanë ardhur duke u rritur me herë. Pra, në çdo vit kemi një sasi fondesh të konsiderueshme. Madje po e diskutonim dhe me profesorin, ne nuk arrim të disbursojmë aq shumë fonde sa kemi. Pra kemi mjaftueshëm fonde për të arritur jo vetëm numrin e projekteve, por për të rritur edhe cilësinë e projekteve. Ajo për të cilën unë do të rrej gjithmonë vëmendjen të gjitha institucioneve kërkimore është për t'i kthyer syt nga programet ndërkombëtare të kërkimit. Ne gjithmonë duhet të kemi parasysh që fondet e kërkimit shkencor të vendosura në dispozicion të vendeve edhe të Shqipërisë si vendi asociuar, fondet e Bashkimit Evropian janë të jashtëzakonshme dhe mbulojnë fusha nga më të ndryshmet. Jo vetëm për institucionet kërkimore, por dhe për institucionet të tjera, siç janë institucionet publike të pushtetit vendor, institucione kërkimore, padyshim universitetet, biznesi sidomos, por sigurisht duke udhëhequr dhe duke i paraprirë kërkuesit shkencor. Mua më vjen keq në fakt që akoma Shqipëria nuk është në nivelet e duhura të disbursimit ose të përthithjes së fondeve të kërkimit shkencor të Bashkimit Evropian. Gjithsesi, duke u krahasuar me vitet e kaluara, mund të them që ne kemi rritur gati 2 herë e gjysmë performancën tonë në programet ndërkombëtare të kërkimit, në programin Horizont Europa, që është dhe programi më i madh i kërkimit shkencor, me rreth 100 miliard euro të vendosura në dispozicion të kërkimit, inovacionit dhe të projekteve kërkimore. Jo vetëm që kemi rritur performancën, pra kemi rritur atë nivelin e suksesit, por nga ana tjetër kemi arritur të disbursojmë për 3 vite, kemi arritur të disbursojmë atë çka kishim disbursuar për 10 vite në programin paraardhës. Pra, përpjekjet e institucioneve shqiptare dhe përpjekjet e industrisë tonë kanë ardhur duke u rritur, megjithatë nuk jemi në nivelin e duhur. Dhe për këtë duhet që të punojmë akoma më shumë. Një indikator tjetër që na tregon se ku jemi me kërkimin shkencor janë edhe sa ne arrim të vendosim, sa fonde arrim të vendosim në dispozicion të kërkimit. Në strategjinë kombëtare të kërkimit shkencor dhe inovacionit ne kemi planifikuar që deri në vitin 2030 Shqipëria të ketë një fond që shkon deri në 1% të GDP-s. Është një shumë jashtëzakonisht e madhe. Ne duhet që krahas po themi projekteve të ngrem edhe kapacitetet programore, pra të rrisim numrin e programeve për të thithur fondet e kërkimit. Përveç kësaj, unë do doja të ndaja me ju edhe disa perspektiva, atje ku ne synojmë të shkojmë në fakt. Megjithëse ne jemi një institucion i vogël, ne jemi vetëm 19 veta, 19 personel që merremi me gjithë projektet e kërkimit shkencor. Volumi i punës ka ardhur duke u rritur, numri i programeve ka ardhur duke u rritur, numri i projekteve sigurisht ka ardhur duke u rritur, përderisa ka dhe fonde në dispozicion. Do të thoja që kemi akoma shumë për të bërë. Për shembull, ne jemi, po them kështu, në borxh me kërkuesit e rinj. Pra nuk kemi një program të dedikuar për kërkuesit e rinj, për ata që duan të kryejnë studime doktorale apo të studime postdoktorale. Kështu që në perspektivën tonë dhe në planet tona afat shkurtra, kemi që të ndërtojmë programe për
për të rinjt. Gjithashtu të ndërtojmë programe dhe për gratë. Bashkimi Evropian e ka bën një kusht të pa diskutueshëm për fshirjen e grave në projekte kërkimore. Dhe jo vetëm kaq, por nëse do duam të aplikojmë për një projekt të Bashkimit Evropian, do duhet patjetër që institucioni që aplikon të ketë një plan të barazisë gjinore në kërkim shkencor. Pa këtë plan të publikuar në faqet zyrtare të institucionit, Bashkimi Evropian nuk e shikon dhe nuk e konsideron projektin sado i mirë që tjetë ai. Gjithashtu, ajo që është në planet tona dhe që duhet punojmë shumë për ta jetësuar është bashkëpunimi me biznesin. Në çdo tryezë që ne diskutojmë, themi që nëse kërkimi shkencor mbetet brenda laboratoreve, brenda universiteteve, brenda departamenteve dhe nuk shkon në dispozicion të shoqërisë, të mirëqenies, të ekonomisë, do të jetë një gjë shumë e bukur, por ndërkohë do të jetë një gjë që do mbetet gjithmonë letër. Prandaj bashkëpunimi me biznesin është një çështje që na shqetëson në fakt. Kemi indikator shumë të ulët kur vjen fjala të bashkëpunimit të shkencëtarëve, të kërkuesve shkencor me biznesin. Ka një skepticizëm që nuk ndodh vetëm në Shqipëri, ndodh në të gjitha vendet e botës, por një skepticizëm që në mendimin tim duhet ta thyen kërkuesit shkencor, shkencëtarët të parët. Pra duhet jenë ata që duhet i afrohen më shumë biznesit sesa e kundërta. Gjithsesi kemi disa lëvizje, por jemi akoma në faza infantile, do thoja, të bashkëpunimit. Një çështje tjetër shumë e rëndësishme që unë besoj që dhe Akademia e Shkencave është e sensibilizuar dhe interesuar është infrastruktura e kërkimit shkencor. Ne kemi një fond të rëndësishëm të infrastrukturës kërkimit shkencor, fond i cili investohet në universitetet publike, por ajo që na ndodh është që kjo infrastrukturë mbetet e mbyllur. Pra, nëse kjo infrastrukturë nuk hapet për të gjithë publikun, për të gjithë shkencëtarët, për të gjithë kërkuesit shkencor, jo vetëm brenda universitetit, por dhe për universitetet tjera, dhe për universitetet rajonale, madje dhe për universitete jashtë vendit, ato do mbeten laboratore të cilat do shfrytëzohen minimalisht nga ato stafet e vogla të një departamenti apo të një fakulteti dhe nuk do të arrijnë të kenë një produkt shkencor i cili do t'i vlejë jo vetëm një universiteti, po gjithë komuniteti të kërkuesve shkencor të asaj dege. Kështu që rritja e investimeve në infrastrukturën e kërkimit shkencor do të kërkonte nga ana tjetër dhe një sensibilizim të universiteteve për të hapur këtë infrastrukturë. Dhe kjo nuk kërkon vetëm vullnet, në fakt, kjo kërkon edhe kapacitete teknike për ta bërë, sepse do duhet që të ndërtojmë protokolle, do duhet të ndërtojmë procedura se si do duhet të përdorim këto laboratore. Dhe në këtë mënyrë nuk është e thënë që le të investojmë në çdo universitet, të investojmë në çdo institucion kërkimor, por duke i bërë këto laboratore të hapura, këtë infrastrukturë të hapur, mund ta bëjmë këtë në dispozicion të të gjithëve. Në përgjithësi, qeveria shqiptare në fakt po punon për përmirësimin e politikave. Ne aktualisht jemi në bashkëpunim edhe me Akademinë e Shkencave për hartimin e ligjit për kërkimin shkencor. Unë mendoj që për shkencën në fakt në Republikën e Shqipërisë, unë mendoj që ligji ka arritur në një stad që është gati për të çuar në qeverit dhe më tej në parlament për të miratuar, dhe ky është një hap i rëndësishëm në fakt që ne bëjmë në drejtim të përmirësimit të politikave dhe të kuadrit ligjor kur është fjala për shkencën. Dhe kjo gjë hap disa perspektiva, hap perspektivat e mundësive për të financuar, e ngritjes së cilësisë, e shkencës së hapur, e barazisë në burime
e barazisë në burimet financiare dhe padyshim krijon një perspektivë për rritjen e cilësisë së kërkimit shkencor. Unë kaq doja të cekja për në këtë fjalë, sepse patjetër që këto janë çështje të cilat ne i diskutojmë shpesh, ka patjetër shumë gjëra për të përmirësuar, shumë vrejtje na bëhen, i pranojmë ato komente dhe vrejtje, cilat ne i konsiderojmë dhe mundohemi që t'i adresojmë nëpërmjet punës tonë. Faleminderit. Faleminderit drejtoresh Mirela. Të gjitha çfarë thatë janë edhe program pune tamam për ne, veçanërisht për drejtorinë e projekteve, dhe vëmendja e veçantë për ato që ju i theksuat, siç janë nevoja për të aplikuar në projekt për të përfitur nga programet europiane, siç në horizone tjera që ne vërtet jemi mbrapa duhet pranuar, siç është, kur në fakt nga qeveria ka 1% të GDP-së, është vërtet një shumë e madhe, jashtëzakonisht kur mendon që për fushat tjera janë shumë të vogla, do të tregon investimin e madh të qeverisë për mbështetjen e projekteve dhe për zhvillimin në thelb të shkencës dhe të kërkimit shkencor. Por ne do të kemi në konsiderat dhe këto që thatë që janë të domosdoshme, veçanërisht në të drejtorisë së projekteve, për të rinj, si shtat ju, projekte ku të bëhen evidente gjinia dhe gratë, bashkëpunimi me biznesin dhe për të shkuar ne tek biznesi dhe jo biznesi tek ne, dhe për ngritjen e infrastrukturës në tërësitë të kërkimit shkencor. Të falenderojmë edhe një herë dhe vërtet këto janë me vlerë dhe do të jemi pranë jush edhe për të tërhequr mendimin, jo vetëm për të sjellë ato projektet me ato kriteret dhe kërkesat bazë të dosjeve, po edhe për të tërhequr mendimin sa më të kualifikuar shkencor për të qenë sa më efektiv në projektet që ne hartojmë. Këto kemi, po. Mirëdita. Faleminderit Vaso që e parashikuat në programin e këtij panajeri që të jetë ky dialog midis AKKSHI-t dhe studiosëve, kërkuesve që duhet ishin më shumë në këtë sallë, po duke qenë ditë intensive s'kemi çfarë të themi. Po se kishim edhe 10. Më lejoni të them pak fjalë si një prej antarëve të grupit vlerësuesve të projekteve në shkencat shoqërore dhe albanologjike, ku jam si përfaqësues i caktuar nga Kryesia e Akademisë si përfaqësues i Akademisë së Shkencave. Përgjatë 3 vjetëve, ta fillojmë ashtu siç është e vërteta, përgjatë 3 vjetëve ka një progres, qoftë në kulturën e aplikimit, qoftë në dialogun midis vlerësuesve dhe aplikuesve, them edhe në vlerësimin e përgjithshëm përfundimtar që nuk është vetëm i grupit vlerësuesve, është një vlerësim është shkencor dhe ka edhe një vlerësim për sigurisht. Do mendoja që edhe vetë pyetësori ka për ta bërë më të lehtë, për t'i afruar më miqësisht kërkuesit. Edhe pyetësori mund të jetë pak më i shkripët dhe pyetjet jenë më të orientuara drejt përmbajtjes, pa diskutim aspekti formal është aspekt formal dhe ajo është kornizë ligjore, nën ligjore që s'kemi nga t'ja mbajmë. Thash pak më përpara që ka një progres në aspektin përmbajtësor. Si vjetë progresi është akoma më i dukshëm, unë shikoj këtu Enkeleda Kapin, për shembull, që është një prej aplikuesve, e kam informacionin për faktin se është punonjëse jona, ka një projekt shumë të mirë për aftësitë e të nxënit në moshat e ulta, po ashtu Kristina Jurgaqi ka një projekt shumë të mirë, që tashmë e ka depozituar. Por i kthejmë edhe njëherë pak më përpara që në atë që thash pak më përpara, që ndoshta edhe pyetësori duhet të jetë pak më bujar, në kuptimin që një brez, po fus veten time këtu, që të mos i betet hati askujt, një brez
në moshën time e më lartë, shkaktësinë e të aplikuarit në projekte ku fitohet mbështetje nuk e kanë. Kanë zotësinë që të konceptojnë projekte shkencore dhe unë e shikoj këtë diferencë. Më vjen keq ndonjëherë që për shkak të kornizës formale duhet të flijosh një projekt që është shumë i mirë nga pikpamja përmbajtësore. A është e mundshme që në këtë dialog të jepet më shumë shans kërkuesit, duke ja thjeshtuar punën? Ose ndoshta duhet të rekomandohet që në krye, kur bëhen thirrje, që të ketë fajsim të disa brezave, se kemi Aldën këtu. Alda është që po të mos asistoj secilin prej nesh kur ndërmarrim një projekt, është pak e vështirë që ta finalizojmë në të shprehemi, si thua, të shprehemi me gjuhën teknike që kërkon një projekt. Ai standardi është standard, s'kemi ç'i bëjmë, por si të përkthehemi në atë gjuhën e formularëve që jo ndonjëherë, po përgjithsisht një gjë si shtati i prokurstit. Dhe unë jam shumë i sigurt që në qoftë se e demokratizojmë pak këtë marrëdhënie midis kërkuesve dhe formës aplikimit dhe vlerësuesve të projekteve, edhe inkurajim do ketë më shumë, po edhe suksesi do jetë më i padiskutuar. Pse po e them këtë gjë? Sepse për shembull, në përvojën time 3 vjeçare në këtë grup të vlerësuesve, shoh që ka projekte që bëhen për të fituar para, edhe meqense janë korrekt në pikpamjen formale mund të fitoj, ka projekte shumë të mirë që do ta meritonin mbështetjen plotësisht, por në gjuhën e aplikimit çalojnë, edhe atëherë unë ndjej veten që her pas here bëj një padrejtësi. Bëj padrejtësi se s'kam nga jamba, jo se dua unë të bëj një padrejtësi. Kështu që ju lutem të më mirëkuptoni, është një shqetësim që edhe po të mos ishte ky mjedis, në rastin që do të takoheshim, do t'ju thosha shumë miqësisht që së bashku mund të hedhim një hap që të jemi më afër njëri tjetrit. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, profesor Shaban. Profesor, keni shumë të drejtë. Ndodh në të gjitha institucionet akademike. Jo gjithmonë akademikët, jo gjithmonë kërkuesit shkencor din të shkruajnë projekte. Dhe në fakt standardi ose formati i projekteve që agjencia ka, në fakt është e miratuar nga bordi, nuk është një iniciative e agjencisë, është një nga formatet më të thjeshta. Nëse do ta krahasojmë me një format të një programi ndërkombëtar, jemi shumë larg nga pikpamja e vështirësisë që kanë projektet ndërkombëtare. Mënyra se si e kanë zgjidhur institucionet e Bashkimit Evropian ose universitetet e Bashkimit Evropian është që kanë zyra të forta të shkrimit të projekteve. Pra, universitetet jashtë kanë zyra me kapacitete të jashtëzakonshme të shkrimit projekteve, sepse sigurisht qëndron ajo që thatë ju. Jo gjithmonë ai që është shkencëtar di të bëj shkencën, nuk di të shkruaj projektin, nuk e njeh gjuhën e projektit. Se ndonjëherë gjuha e projektit është edhe është pak triki, si i thonë, domethënë është duhet të dish të shkruar, duhet të dish ta shkruash ashtu si do ta dëgjoj ose do ta lexoj ai që ta vlerësoj. Kështu që e vetmja mënyrë është kjo. Pra duke fuqizuar zyrat e projekteve, qoftë në akademi, qoftë në institucionet e arsimit lart apo institucionet tjera kërkimore, dhe duke bashkëpunuar kërkuesi shkencor me shkruesin e projekteve, atëherë do të arrihet që të ketë sepse lehtësimi i standardit të templatit do na çojë në regres, sepse do bëjmë projekte të cilat mirë do t'i lexojmë ne, dhe do t'i kuptojmë ne, por nuk do të lexohen dot ndërkombëtarisht. Domethënë, ne duhet që nëpërmjet projekteve tona të kërkimit shkencor të kemi publikime të kërkimit, të publikojmë në revista me faktor impakti, dhe gjitha këto do duhet që të jenë në standardet e Bashkimit Evropian. Kështu që duhet shkojmë në drejtimin tjetër. Falni,
Ormani. Për takimin. Falenderoj gjithashtu zonjën Mirela për fjalët shumë të qarta, domethënë edhe ishte kënaqësi që mora pjesë në këtë takim që është shumë i domosdoshëm, por unë do të përqendrohem në dy gjëra. Për faktin se si drejtuesi i njësisë gjeoshkencave, e cila ka një vit që është krijuar, ajo që i ka dhënë impulse kësaj njësie që sot, domethënë ka krijuar gjithë këto aktivitete kanë qenë pikërisht projektet e Akshit. Një projekt me Akshin i cili është realizuar për zonën gjeotermale të Elbasanit, por që një projekt kompleks për studimin e seizmicitetit, korrelacioneve të parametrave, arriti që kjo njësi të ketë disa aktivitete, forume shkencore që janë realizuar këtu, ndoshta Akshi s'ka marrë pjesë, domethënë që ti ndjek, por kanë qenë forume shumë të suksesshme. Gjithashtu në kësaj projekti, kjo njësi arriti që të ketë disa publikime në Scopus, artikuj shkencor në 2 revista publikime, por edhe 5 në botim në konferenca shkencore me Scopus. Pikërisht impulsi, domethënë ai që i dha prioritet dhe që zhvilloi këtë njësi, që ky projekt i parë gjithashtu që e fituam nga Akshi, por dhe një projekt tjetër që kemi fituar tani në bashkëpunim me Kosovën bilateral për 2 tektonika që shtrihen në Shqipëri dhe Kosovë, gjeosizmiciteti i këtyre, i cili do të hap perspektiva për projekte kombëtare të rëndësishme për hartat gjeologjike, të cilat kanë 30-40 vjet që nuk janë updetuar, apo harta e rrezikut sismik që edhe ato që janë në kohët e fundit nuk janë të parametrave të mirë, pikërisht kjo i jep impulsi kjo njësi të kryej punë të mëdha kërkimore shkencore në sajt këtyre projekte. Faleminderit shumë. Faleminderit ju sepse publikimi i kërkimit shkencor ose i produktit kërkimit shkencor në revista ose në publikime me faktor impakti është një indikator në fakt që sigurisht vlerëson punën tuaj kërkimore, por nga ana tjetër është një indikator i mirë edhe për agjensinë, sepse publikimet janë ato, produktet janë ato që masin edhe punën tonë. Domethënë sa korrekt dhe sa të drejtë kemi qenë ne në vlerësimin e projekteve cilësore. Pra duke u botuar një produkt në një revistë me faktor impakti, patjetër që është një vlerësim edhe për ne. Kështu që ne ju falenderojmë ju për kontributin dhe për cilësinë. Profesor Vaso? Shëndetje, ardhja e zonjës drejtore të agjensisë Akshit, siç i themi ne, financuesja kryesore e projekteve të kërkimit shkencor në nivel kombëtar është një shenjë e mirë. Së pari se tregon aktivizimin dhe ripozicionimin e kësaj agjencie shumë të rëndësishme në atë që ne konsiderojmë tregun e kërkimit shkencor në vend. Unë kam qenë dhe jam antar që përfaqësoj Akademinë e Shkencave në bordin e Akshit dhe jam dëshmitar i faktit se sa aktive ka qenë agjensia që nga momenti që zonja Mirela e ka marrë drejtimin e saj dhe se sa e domosdoshme është bërë puna kësaj agjencie për Akademinë e Shkencave vetë, për IALT dhe për institutet e tjera kërkimore shkencore në vend. Pjesa tjetër që dua të theksoj është një falënderim për sa i përket faktit që agjencia në punën e saj ka respektuar standardet ligjore, jo thjesht ato që lidhen me ligjin e arsimit lart dhe po dhe me ligjin e Akademisë së Shkencave, ligjin ton kuadër, pasi një nga detyrat e Akademisë është monitorimi i skemës kombëtare të kërkimit, dhënia e rekomandimeve dhe mekanizmat që Akademia duhet ta bëjë këtë punë. Njëri prej tyre është pikërisht përfshirja e akademikëve tanë në ato komisionet e vlerësimit që e përmendi pak më përpara dhe akademik Sinani. Dhe në këtë mënyrë ne si institucion kemi ndikuar sadopak në rritjen e nivelit të projekteve që aprovohen më pas në bord, dhe nga ana tjetër me prezencën tonë kemi provuar që çështja e financimit të kërkimit shkencor nuk është thjesht çështje qeveritare, por është çështje e qeverisë dhe institucioneve të tjera të pavarura ose autonome, siç janë institutet apo IALT dhe sigurisht Akademia e Shkencave. Nga ana tjetër, sigurisht që ka problematika, ka ambicie, ne si akademi, dhe këtë do ta them se e di që kam dhe autorizimin e kryetarit,
synojmë që pozicioni i Akshit në skemën, le të themi në skemën legjislative, të jetë jashtë një dikasteri të caktuar qeverisë. Duke qenë që mbulon të gjithë problematikën e kërkimit shkencor në vend, ai duhet të jetë, pra Akshi duhet të jetë jashtë skemës së një qeverie të një ministrie të caktuar, pra si një institucion më vete, ndoshta në varësi direkte të Këshillit të Ministrave, sepse kështu mendojmë që i përgjigjet më mirë nevojave dhe të IAL-ve dhe të institucioneve të tjera të pavarura. Faleminderit. Faleminderit, profesor Vaso. Profesor, fjala juaj në fakt koincidon shumë mirë me rekomandimet që ne kemi marrë nga disa institucione ndërkombëtare të Bashkimit Evropian, që Agjencia Kombëtare për Kërkim Shkencor, siç e ka dhe emrin kombëtare, sepse është e vetmja agjenci që financon kërkimin shkencor në Shqipëri, të jetë jashtë institucionit të arsimit lart, të mos kufizohet në institucionet e arsimit lart. Ne sot përmbyllim një projekt binjakëzimi quhet me agjencinë homologe austriake të kërkimit shkencor. Nëse do të krahasohemi me numra me agjencinë austriake, nuk është një agjenci, aty janë dy agjenci të mëdha që financojnë kërkimin shkencor, si ministri me disa qindra personel, me një fond të jashtëzakonshëm që kalon 2% të GDP-s të Austrisë. Pra, kemi pasur për rreth 10 muaj asistencën e tyre për ta rikonceptuar agjencinë dhe për të na dhënë një perspektivë se si duhet të jetë agjencia në të ardhmen. Dhe një nga rekomandimet e tyre është pikërisht kjo që ju thatë, që agjencia duhet të dali nga një ministri e caktuar, sepse është një agjenci kombëtare dhe duhet luaj rolin si agjenci kombëtare. Për shembull, ne sot, pavarësisht se themi duhet afrojmë kërkuesit shkencor me biznesin, ne nuk kemi asnjë mekanizëm ta bëjmë këtë. Pra, ne nuk kemi asnjë mekanizëm që t'i themi biznesit që ne ju financojmë që ju të bëni kërkim shkencor në ambientet tuaja. Kështu që është shumë e drejtë ajo. Nuk është çështje për ta parë nga këndvështrimi as personal, as agjencia duhet të jetë vërtet një agjenci e fuqishme dhe duhet të jetë e gjithë, është e vërtet. Faleminderit. Profesor. Faktin që bëhet ky takim me drejtoreshën e Akshit, sepse bashkëpunimi dy institucionet tona është i domosdoshëm dhe e vlerësoj që kemi një mision të përbashkët. Kemi mision të përbashkët sepse së pari gjithë detyra jonë dhe funksionet tonë duhen parë në kuadër dhe strategjisë së re të kërkimit shkencor. Strategjia patjetër që bëhet në përpjekje që bën Shqipëria për të kapë standardet evropiane dhe sfida për të arritur që në kërkim shkencor të investohen, financohen 1% e GDP-s, Evropa e ka 2 edhe 3, por një si fillim për Shqipërinë, me qenë se prapambetja këtu shumë e madhe, pra është një sfidë shumë e madhe. Është sfidë shumë e madhe sepse nuk mjafton vetëm vullneti politik për t'i dhënë këto fonde, duhet krijimi kapacitete për t'i thithur këto fonde. Dhe ne kemi problem si për thithjen e fondeve të brendshme në rast se do ecim me këto ritme që ka strategjia, ashtu dhe veçanërisht dhe për thithjen e fondeve evropiane, ku Shqipëria vazhdon mbetet fundit ose po e fundit jo thjesht kështu, por dhe me herë në vlerë absolute për sa i takon financimeve apo thithjes fondeve të kërkimit. Kështu që ne si akademi ju e dini punojmë që t'i rrisim këto kapacitete, sepse rritje kapacitetet do thot ngritje njësisht të reja. Pra jo vetëm fuqizimi i atyre që ekzistojnë, pra duke filluar nga departamentet apo qendra kërkimi që janë pranë shkollave të larta,
por dhe instituteve që tashmë një pjesë janë pranë Akademisë Shkencave dhe disa vazhdojnë pranë universitete. Pra duhet jo vetëm rikonceptimi dhe fuqizimi i tyre logjistik dhe intelektual, por duhet dhe ngritja e njësive të reja ku ne kemi dhe vakume. Kemi vakume, për shembull, po krahasosh jo me Evropën, krahaso vetëm me Evropën juglindore, pranë Akademisë Bullgare janë 42 institute kërkimi, me 3.000 kërkues shkencor, dhe këta përbëjnë 30 deri në 40% kapacitetit të vendit në kërkim shkencor. Ndërsa ne në Shqipëri kanë mbijetuar institutet mirëfirta vetëm 4 të albanologjisë, i Gjuhumi, tani e ka ndruar emrin, Instituti Konfucit, se di futet në kërkim apo jo, edhe Instituti Fizikës Bërthamore. Këta janë të mbijetuarit e reformës së 2007. Pra këtu është ajo që duhet të bashkëpunojmë shumë. Sigurisht misionet tona ngjajnë po dallojnë. Ngjajnë po dallojnë. Kuptimin aksi është institucion investues, do financues i kërkimit, ndërsa akademia, njësitë e saj, duhet të jenë ideuset e projektit. Pra garant dhe ndihma e Akademisë Shkencave, roli i saj është që të aplikohen projekte sa më dinjitoze, që janë sa më efikas, pra që janë më të domosdoshëm, dhe në ato drejtime, qoftë që duhet konsolidu kërkimi, qoftë që duhet të elaboruar për herë të parë, pra të krijohet tradita, siç po përpiqemi, për shembull siç filluam me nanoteknologjinë, bioteknologjinë e merat. Pra se ndonjëherë ngatrohet, pra ne nuk jemi kthyer në institucion të financimit si aksi, dhe ju përmendët një shifër që tani projekte akademisë janë më shumë se sa të universitete. Tani i bie që universitetit jenë nullur. Kjo ka ndodhur sepse tëra njësitë që punojnë pranë nesh, në fakt përbëhen nga pedagogët të universitetit, shumicën e tyre. Akademik janë gjithsejt 50 e ca, aktiv sigurisht në këto drejtime mund të jenë 10-15, ndërsa gjithë personeli tjetër është i universiteteve. Pra ne shërbejmë vetëm si katalizator për të aplikuar, pra dhe kjo është shumë e mirë në aspektin që për akshin kjo është një garanci më shumë që projektet janë parë në strukturat akademike, pra ka një garanci për efikasitetin e tyre. Kështu që këtu, në qoftë se do thosha thjesht, ju keni më shumë rolin e kontrollit financiar, po them, ne kemi më shumë rolin e kontrollit shkencor. Ndonse akshin në konceptin e parë, prandaj dhe modeli austriak është i tillë, ka qenë që t'i ngjanden çik akademisë. Në fillim është ideuar që të kishte edhe sektore të posaçme të monitorimit të shkencës, madje të kishte seksion shkenca natyrës, seksion të shkencave shoqërore të tjerë. Pra ka qenë një përpjekje për të qenë një strukturë e tillë, por vlerësoj që kjo do ishte e tepërt për financat shqiptare, sepse këtë mision mund ta kryejmë së bashku. Pra kjo është e para, dhe ligji i ri i shkencës që ju përmendët është ende ka nevojë për të precizuar pikërisht për të çliruar në ideja që kërkimi shkencor bëhet vetëm pranë universitetit. Pra patjetër që universitetet s'mund të mbijetojnë pas patën kërkim shkencor, kjo është domosdoshmëri. Prandaj dhe ne tërë kërkimi shkencor që bëhet pranë akademisë është në bashkëpunim me universitetet. Pra ne nuk kemi krijuar njësitë si konkurruese të universitetet, po si koordinuese të kërkimit shkencor ndëruniversitar. Pra që të jetë madje edhe më gjerë ndërshqiptar, sepse duke pas kapacitete të vogla, ne kemi domosdoshmëri që të bashkëpunohet Shqipëri-Kosovë, pra tërë potencialin që kemi ta vëmë në lëvizje në tëra fushat kryesore të dijes. Pra kjo duhet kuptuar që tashmë, prandaj dhe akshi patjetër që tani merr rolin e një financuesi të kërkimit shkencor. Pastaj në politikën e vet, ai mund të përcaktoj parametra sa mbështet institucionet publike, sa mbështet private dhe sa mbështet
fushat të reja, sa më shtet doktoraturat, ju përmendën me drejt doktoraturat, që në ligjin e akademisë, njëna misionet është prap përcaktimi i drejtime kryesore në doktoraturat. Po kur flitet për doktoratur, kuptohet që doktoraturat janë ato fidanishtet e kërkimit shkencor, pra sepse gjithmonë duhen ndërtuar dhe duhen mbështet ato doktoraturat që janë në funksion të fuqizimit të kërkimit të njësisë përkatëse, sepse të ne është futur një koncept i gabuar, sikur doktoratura është vetëm për të marrë titull grada dikush, në mënyrë që kur punoj të ketë një shtesë në pagë. Në tërë përvojën evropiane, kush futet në doktoratur nuk punon jashtë kërkimit shkencor. Pra që kur zgjidhet të bëj doktoraturën, zgjidhet si kërkues i ardhshëm. Pra 90% përfundojnë në kërkim. Pra është ndër më të talentuarit, pra doktoratura nuk është dekorat. Nuk është dekorat, nuk është thjesht një rankim në nivelin e formimit intelektual, dhe asnjë shtet nuk bën investime të tepërta, që përgatis 2000 doktorant dhe vetëm 200 punojnë në kërkim, ose 50 punojnë në kërkim, kurse të tjerë vetëm e përdorin për parlamente në vende të caktuara, dhe për të gatruar dhe dynjan, sepse shpesh nuk përputhet dhe me cilësinë reale. Pra, ky inflacioni doktoraturave, prandaj ju më pëlqeu ajo që duhen mbështet doktoraturat, po doktoraturat janë të lidhura pikërisht me kërkimin dhe që kanë perspektivën e krijimit të brezave të rinj të kërkuesve. Jo thjesht doktoraturat që bën për arsye individuale. Kështu që tu vlerësoj që bashkëpunimi ton është pra i domosdoshëm në këtë aspekt. Ne për vete patjetër që do punojmë që t'i fuqizojmë njësitë, dhe këtu prap do bëja një dallim që pikërisht fondet, projektet tona kryesore ne i kemi në programin bazë. Do të thënë njësitë paraqisin programin e tyre, se ku do të jetë drejtimi shkencor, siç është për shembull njësia bios apo nanos tani, dhe kjo është ajo pjesa e projekte që ne financojmë vetë në thojza. Ndërkohë, ne nuk kemi institucion në cilin aplikohet për projekt. Të monopole ka vetëm agjencia në këtë aspekt, dhe në këtë drejtim ne vetëm ndihmojmë ose bashkëpunojmë dhe koordinojmë punën për të aplikuar pranisht. Dhe na vjen mirë që nuk e dinim që tashmë këto kanë bërrit në vend të parë. Kjo tregon që puna e njësive tona ka qenë e suksesshme, tregon që vërtet është krijuar ai kohezioni midis njësive të akademisë dhe departamenteve përkatëse, pranë universiteteve, dhe mendoj që jemi në këtë aspekt jemi rrugë të mbarë, por sfida e arritjes së 1% është sfidë e madhe, dhe duke ju falënderuar që pranuat të bashkëbisedim me përfaqësues të akademisë, të njësive, të interesuar edhe në projekte konkrete, sigurisht pa dhënë garanci që do fitojnë këtë radhë. Është e domosdoshme që së bashku të kemi një program pune, si thos, për mënyrën se si mund të realizojmë të arrim të strategji dhe veçarisht komponente se si mund të arrim 1% në krye të 5 deri në 6 vjetëve. Dhe në rast se fondet janë, topi mbetet tek ne, dhe kjo është një augur i mirë dhe vlerësojmë që mund ta realizojmë së bashku. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Në qoftë se nuk ka ndonjë tjetër, në qoftë se keni gjë për të shtuar dhe emërit. Ja. Bas profesorit nuk kam. Mirë. Po?
Po, mund të ashtu. Anila Kananaj, nga fitueset në projektet tuaja për fjalorin ilustruar të gjuhës shqipes bashkë me profesor Shëzai Rokaj. Jemi mirënjohës, po flas tani si bashkëautor, për mundësinë që na dha Akshi për të realizuar një projekt të tillë. Nga ana tjetër, nga përvoja praktike, ajo që bura re unë ishte që ishte shumë e vështirë për të përshtatje një projekt albanologjisë në kornizat e projektit të formularit që ofron Akshi, sepse gjëja e parë që bindën sy ishte që ishte i orientuar drejt shkencave eksakte. Rezultati pyetjet ishin tilla që duan gjëra të matshme, duan një produkt konkret, i cili përkthehet qoftë në shifra, qoftë në produkt konkret për ekonominë, për vendin. Edhe ne nuk ofrojmë dot për momentin si albanologji as laborator, as produkte tregu, është e vështirë. Dhe në këtë aspekt, unë vura re që si vjet ishte dyfishuar fondin krahasim me atë që ne kemi aplikuar dhe për këtë ju përgëzoj. Unë ndjeva vërtet mirënjohëse që është rritur niveli investimeve. Ajo që unë do doja të shpreja ishte që albanologjia mbetet një vlerësim subjektiv. Nëse ne si shqiptar nuk e vlerësojmë gjuhën, kulturën, historinë tonë, konkurimi përballë projekteve që ofrojnë një gjë të matshme dhe me shumë interes për ekonominë, është e vështirë. Në modelarët, Ose edhe një lloj fjalavjer, në 10 po e markot, në 10 projekte 25% janë të dedikuara për albanologji. Kështu kemi një lloj garancie, sepse ne kërkojmë fjalor, ne kërkojmë produkte për tekste shkollore, ne kërkojmë gramatika. Mirë po, dikush vjen, komisioni aty që vjen nga shkencat eksakte, mund t'i duket edhe qesharake, vendi ynë thonë është në krizë ekonomike, ta kërkojnë. Kështu që unë nuk e di, ndoshta ju e keni dhënë këtë lloj përcaktimi, por do ishte një garanci më e madhe dhe do nxiste më shumë aplikime në fushë të albanologjisë dhe do kishim, dhe kjo dal nga dal do përkthej edhe në ato nivele që duam ne. Nëse do kishte një numër të dedikuar që kaq përqind i fondeve shkon për projektet të albanologjisë dhe patjetër që aty do përzgjidhen bazë të cilësisë dhe të kritereve. Faleminderit. Faleminderit. Në fakt është pikërisht ashtu si thatë ju, sepse numri më i madh i projekt propozimeve që vjen për çdo thirrje që ne hapin është në fushën e albanologjisë, në fushën sociale dhe të albanologjisë, ato janë bashkë. Dhe përjedhoi dhe numri më i madh i projekteve financuara është në këtë fushë. Pra, megjithse ne munduar të bëjmë një format të projekt propozimeve, cilat të përfshi të gjitha fushat, sepse nuk mund të bëjmë një format për çdo fushë. Përsëri nuk është se ka penalizuar formati projektet e albanologjisë. Mund të ketë pak vështirësi sepse ne aty kërkojmë lidhjen me strategjitë kombëtare, lidhjen e projektit me strategjitë kombëtare, produktin e projektit, numrin e përfituesve nga ky projekt, numrin e kërkuesve shkencorë që marrin pjesë në një projekt caktuar, ndërkohë që në një projekt, po themi fjalori, numri i kërkuesve është shumë i ngushtë, mund të jenë 2-3 autor, nuk mund të jetë një grup kërkuesi shkencor me 12-13 persona, siç mund të jetë në projekte të tjera. Megjithatë, numri i projekteve të albanologjisë është më i madh në çdo thirrje që hapet, sepse është rrjedhoj, siç thash, e aplikimeve. Dhe numri i aplikimeve është më i madh në çdo thirrje që ne hapim. Kështu që pa merak fare, nuk e ka penalizuar formati projektin e albanologjisë. Asnjëherë. Domethënë, çdo projekt i mirë është financuar, sigurisht aq mundësi, aq kapacitete financiare sa që ka pasur agjencia në dispozicion. po? Hajde.
Përshëndetje, Enkelejda Kapia nga Instituti Gjustis. Doja dhe unë shumë tukët të jepja eksperiencën personale me qenë se jam fituese e një projekti nga Agjencia Kombëtare e Shkencës Gjermane dhe gjithashtu kam qenë dhe co-coordinator për një projekt, an ERC grant. Di që Agjencia për shembull Kombëtare e Shkencës Gjermane ka pranë çdo IAL-je në Gjermani zyrën e saj të koordinimit, siç e thatë edhe ju, që janë zyrat e projekteve. Dhe atë që bëjnë të mundur për shkencëtarët brenda universiteteve është një projekt model, që këtu mungonte. Në rastin unë aplikova për një projekt si vjet, personalisht formati nuk e gjeta të vështirë, sepse siç thatë dhe ju i përmbushet formatit ndërkombëtar me përjashtim të fletës së buxhetit, e cila ishte një tmerr për tu hartuar. Me këtë jam shumë dakord me profesor Shabanin, ishte për mua, domethënë unë nuk për shembull, për ata që e njohin fletën e Excelit, duhet kishe 20% të një zëri caktuar, dhe nëse 20% që kalonte ke 21, bëj një koordinim tjetër, një zëri tjetër, dhe prishej e gjithë përqindja dhe ishte shumë e vështirë për ta hartuar. Gjë që nuk e kam hasur tek Agjencia Kombëtare e Zhvillimit Gjerman, e Shkencës Gjermane, po dhe tek ERC grants, por kjo nuk përbën problem, mendoj unë për aq kohë sa ekziston një model brenda një institucioni, për shembull një model nga albanologjia, i cili mund zgjidhet si model i mirë, mund të mos e keni ju, po mund ta kenë vetë zyrat e projekteve brenda IAL-ve, të cilat e përcaktojnë nga projektet fituese gjatë viteve. Nuk e di, e mendova si një mekanizëm që ndoshta mund të ndihmojë këtë dialogimin që po diskutonte dhe profesor Shabani pak më parë. Një projekt model që mund t'i ofrohet fushave të ndryshme. Mirë, dhe kjo mund të jetë një sugjerim me vlerë për Atë raportin në buxhet ne e kemi vendosur pikërisht për të favorizuar në thonjza punën shkencore. Domethënë sepse në raste të tjera ne vumre që prevalonte në buxhet zëra të tjerë, siç ishin salla konferencash, pajisje etj, gjë që nuk na pëlqente, do donim më shumë të mbështesnim kërkuesit shkencor për punën që ato bënin. Prandaj kemi vendosur dhe këtë raportin. Më lejoni, me që edhe limitet janë ezauruar, të falenderojmë drejtoresën për të gjithë vlerësimet që bëri për punën, si dhe sugjerimet që dha, si dhe mendimet që shfaqi që ne duhet i kemi në konsiderat. I falenderoj të pranishmit dhe urojmë, ka përsëri tashti një seancë tjetër, po në këtë sallë me tematika tjera. Ju faleminderit për pranishmit. Faleminderit, profesor.